Për të shfrytzuar internetin në mobil, duhet së pari ta keni të konfiguruar telefonin tuaj mobil dhe më pas të aktivizoni shërbimin. Konfigurimi përmes www.ipco.com. Për ta konfiguruar telefonin tuaj përmes web faqes së IPCO-s, duhet të qasini në www.ipco.com. Kur t'ju hapet faqa kryesore, klikoni Telefonia mobile. Te seksioni telefonisë mobile, zgjedhni konfigurimi i GPRS dhe MMS. Tani, për të filluar me konfigurimin, zgjedhni markën e telefonit tuaj. Pasi ta keni zgjedhur markën, duhet ta zgjidhni modelin e telefonit. Te opcioni tipi i konfigurimit, duhet të klikoni IPCO GPRS. Më pas e shkruani numrin tuaj të telefonit mobil dhe shtypni dërgo. Pasi t'i keni dërguar informatat me anë të SMS-it, do të pranoni kodin tuaj autentik. Kodin autentik e shkruani në hapësirën e dhënë, ku më pas shtypni dërgo. Pasi ta keni dërguar kodin tuaj autentik, në web faqe do t'ju shfaqen disa hapa, të cilët i aplikoni përmes SMS-it, të cilin do t'a pranoni në po të njëjtën kohë. Pasi të keni kryer të gjitha proceset, telefoni juaj është gati për të aktivizuar shërbimin e internetit. Aktivizimi përmes SMS-it. Pasi telefoni juaj është i konfiguruar për të aktivizuar shërbimin, mjafton të dërgoni SMS në numrin 123 me fjalën Web 50 për të aktivizuar pakun e internetit në mobil me 50 MB. Web 300 për të aktivizuar pakun e internetit në mobil me 300 MB. Web 1000 për të aktivizuar pakun e internetit në mobil me 1 GB.